tjetë më efikas, gjithnjë duhet të specifikojmë dhe duhet të theksojmë se emisioni që ne trajtojmë nuk është që ju ta dëgjoni dhe ta përdorni sikur për të trajtuar dhe për të ndihmuar sëmundjen tuaj. Emisioni ka qëllim edukues, ka qëllim informativ me shkencën dhe me provat studimore më të fundit në shkencën e mjekësisë dhe të shëndetit. Bëhet fjalë për magnezin acetil taurat. Magnezi acetil taurat, sot nga shkenca, akoma po shikohet dhe po vlerësohet si një lloj i magnezit, i cili është i bashkuar me taurinën dhe me grupin acetil për të ndihmuar homeostazën e kalciumit, pra ndihmon dhe në balancën e elektroliteve, ndihmon dhe në pjesën e balancës së ujit, por nga ana tjetër ndihmon dhe pjesën e qelizave në zemër. Pra, është një neuromodulues dhe është një stabilizues i ritmit elektrik, ndihmon nyjet elektrike në zemër. Sot ka dhe studime ndonë se janë të kufizuara ende dhe nuk janë plotësisht që ne mund të themi po e vërtetojmë atë fjalë që e themi. Mund të thuhet se kur pacienti bën kujdes dhe me ushqimin, pra me kufizimin e disa ushqimeve të procesuara, patjetër dhe me kriprat industriale, nuk e kemi fjalën për kripën që është e pastër me minerale, mund të ndihmojë dhe në një balancim më të mirë të tensionit arterial. Pra magnezi acetil taurat. Përse quhet magnez acetil taurat? Glicinatin e kemi thënë që është më shumti për një gjumë më të shëndetshëm, për sistem nervor më të shëndetshëm, sikurse dhe për një tretje më të shëndetshme, sepse aktivizon parasimpatikun. Ndërsa acetil taurati zakonisht përdoret si osmoregullues, rregullon dhe balancon ujin në qelizat kardiake, bën të mundur që të rregullojë dhe homeostazën e kalciumit, për që të kemi një funksion të kalciumit më të mirë, është neuromodulator dhe ka përqendrime të larta në miokard ose brenda muskulit mëjetik të zemrës, si quhet miokardiumi, i cili është muskul i rëndësishëm që kontrakton pjesën e ventrikujve ose barkusheve, por dhe atriumit, cilat janë dhomat e zemrës. Përse quhet magnez acetil taurat? Sepse është i bashkuar me një aminoacid jo të zakonshëm që formohet si pasojë e metabolizmit të cisteinës dhe të metioninës, quhet taurina. Taurina, sikurse dhe do të flasim pak për këtë ndërtim, domethënë për këtë formim, për magnezin acetil taurat, që ka më shumë benefite dhe vlera për sistemin kardiovaskular dhe për pjesën e zemrës, sepse ndryn direkt tek fiziologjia ose tek kardiofiziologjia e zemrës. Taurina është një aminoacid i cili nuk është i zakonshëm. Pra, ky aminoacid, ndonse si aminoacidet e tjera që përbohen nga grupi aminik dhe nga grupi karboksilik, taurina ose acidi taurik zakonisht përbohet nga grupi aminik dhe nga pjesa e grupit sulfonik. Pra nuk merr pjesë në ndërtimin e proteinave dhe nuk është aminoacid proteinogenik, por është një molekul e cila quhet aminosulfonat, përbohet nga grupi aminik dhe nga grupi sulfonik. Dhe zakonisht përdoret për të stabilizuar rrjetin elektrik, për të ndihmuar rrjetin elektrik, përdoret si neuromodulator për qëndrime të larta. Taurina ka dhe tek qelizat e sistemit imun, tek neutrofilet, tek monocitet, tek granulocitet, por dhe për qëndrime në qelizat e zemrës, kryesisht tek miokardi dhe tek kardiomiocitet. Atëherë këtu kemi taurina është një aminoacid që luan rol kyç në funksionin e qelizave të zemrës dhe në por dhe tek pjesa e qelizave në tru, tek neuronet, si neuromodulator. Njëkohësisht nga ana tjetër, është se mbron qelizat e zemrës nga stresi oksidativ, ndihmon dhe në presionin e gjakut, ndihmon tek pjesa e funksionit mitokondrial. Nga ana tjetër, taurina, siç e tham pak më parë, ishte edhe me pjesën e grupit acetil. Domethënë grupi çfarë është pjesa e grupit acetil? Grupet acetil mund të konvertohen dhe në disa lëndë të tjera në acetil koenzimën A. Që acetil koenzima A ishte thelbësore sepse është një molekul e cila përbohet nga 2 atome karboni, bashkohet me oksalacetikun me 4 atome karboni dhe në pas atom tutje formojnë izocitratin, citratin, kështu alfa-ketoglutaratin që jepet në fund dhe ATP-ja ose adenozin trifosfati, pra acetil koenzima A, e cila formohet nga dekarboksilimi ose nga oksidimi i piruvatit, hyn në pjesën e ciklit të Krebsit ku kondensohet me oksalacetikun. Dhe magnezi acetil taurat është një lloj tjetër i magnezit që sot po shikohet
për një funksion më të mirë të qelizave në zemër. Pra për të balancuar dhe me ushqimin e duhur, me gjumin e duhur, me aktivitetin fizik, ritmin elektrik të zemrës. Patjetër, nuk zvendëson trajtimin mjekësor që jepet nga personeli mjekësor, por ndihmon që zemra të ketë një ritëm elektrik më të mirë dhe tani ndihmon dhe pjesën, sepse jemi në stinën e verës, temperaturat janë më të larta, patjetër që edhe qelizat e zemrës janë shumë të ndjeshme përkundrejt oksigjenit, përkundrejt ujit, pra jetik, sepse ne ujin e dim sikur ne vetëm hidratohemi, por në fakt uji është shumë i rëndësishëm sepse transporton dhe oksigjen në inde. Uji zakonisht është elementi kryesor dhe jep hidrogen. Hidrogeni zakonisht është shumë jetik për funksionin e stomakut, e kemi thënë, për acidin kloridrik ose për të bërë të mundur denatyrimin e strukturës proteinike ose denatyrimin e strukturës së polipeptideve. Ndërkohësisht nga ana tjetër, hidrogeni përdoret dhe nga shumë koenzimat të ndryshme, nikotinamid adenidinukleotid fosfati formës oksiduar dhe nikotinamid adenidinukleotid fosfati ose nikotinamid adenidinukleotidi formës oksiduar, që është NAD dhe NADPH-ja. Folëm pak më parë që ishte i rëndësishëm dhe për këto çrregullimet elektrike, aritmit, fibrilacionet, një aritmi e cila mund të shkaktohet nga stomaku, nga refluksi, një takikardie e cila mund të jetë si pasojë një hernie hiatale, si pasojë një pagjumësie, ankthi kronik, dhe magnezi në formën e acetiltauratit përdoret edhe për ritmin elektrik në zemër, për ta mbështetur dhe për ta ndihmuar, po jo se zvendëson trajtimin efikas klinik që jepet nga personeli shëndetësor. Po themi që këto janë provat të cilat janë në studim e sipër, siç është magnezi glicinat që ka studim të plot shkencor, magnezi malat për formën e energjisë, magnezi citrat siç është për një defekim më të mirë, ashtu sot po shikohen dhe studimet shkencore në lidhje me magnezin taurat, që taurina është një aminoacid jo i zakonshëm, por më shumë t'i futet edhe tek pjesa e aminoacideve aminosulfonike, sepse përbohet nga grupi aminik dhe nga grupi aminosulfonik ose nga grupi sulfonik. Dhe ushqimet tani në stinën e verës që ne duhet t'i konsumojmë me magnez, ne i kemi përmendur shumë herë. Që pothuajse frutat dhe perimet duhet të jenë domosdoshmërisht të stinës dhe duhet të jenë gjithnjë në tryezën tonë. Tani në stina e verës ka shumë fruta cilat janë dhe me një përqindje shumë të lartë të ujit, që mund të jenë deri tek kajsit, nektarinat, bostani, piepri, që këto ka nivele shumë të larta të ujit. Dhe do të bëjmë kujdes nga ato ushqime të cilat janë me herbicide, me pesticide, ndonse nuk janë në dorën tonë, por ne mund të bëjmë pak atë larjen me ujë dhe me sodë buke, me ujë, me uthull molle, që të paktën të bëjmë të mundur dhe uljen e përqindjes së kontaminimit me herbicidet që ato kanë. Por, nëse janë ushqime të tokës dhe nëse ne dim burimin e tyre, patjetër që nuk duhet i neglizhojmë. Pothuajse arroret, pothuajse legumet, thjerëzat, pothuajse fasulet, pothuajse bizelet, mashurkat, bishtajat, bamjet. Bamjet janë ushqim shumë i shëndetshëm për zemrën. Bamjet, mucilazhit që kanë, janë shumë i rëndësishëm dhe për pjesën e kontraktimit të zemrës, sepse përmbajnë dhe ujë. Bamjet nga ana tjetër, sikurse për peristaltikën, për motilitetin, për qelizat e mëlçi, janë të vlefshme dhe për qelizat në zemër. Ushqimet cilat janë të pasura me omega 3 ose me alfa-linolenik, omega 3 bimore, që mund të jenë pothuajse farat e kungullit, janë të rëndësishme, arat, bajamet, arat mund të bëhen në smooth, pra mund të përdoren me qumshtin e bajames, mund të përdoret me unë e kokosit, pothuajse hidratimi që ne përmendëm pak më parë, që është jetik, konsumimi ujit në mënyrë të vazhdueshme, konsumimi boronicave, konsumimi manave, konsumimi manaferave. Boronicat janë shumë të rëndësishme tani, sepse ka nivele shumë të larta të cianidinave, të pelargonidinave, konsumimi ushqimeve të cilat kanë elagitanina, acid galik, acid elagjik, patjetër banania që ofron kalium, thjerëzat, bishtajat, fasulet, të cilat kanë përsëri kalium, kanë B6 piridoksaminën ose piridoksat 5-fosfatin, thjerëzat, legumet, por nuk duhet të harrojmë edhe perimet e stinës që janë të rëndësishme, pra nuk duhet të harrojmë borzilokun, nuk duhet të harrojmë nga ana tjetër majdanosin, nuk duhet të harrojmë erëzat që ne mund të jedhim sallatës, rozmarinën, nuk duhet të harrojmë pjesën e rigonit, nuk duhet
duhet harojmë trumzën, që dhe këto janë të rëndësishme, shafranin e indis, pra ushqim sa më shumë i larmishëm. Magnezia acetiltaurat, taurina ndodhet e produktet ushqimore shtazore dhe formohet si pasojë e metabolizmit të cisteinës dhe të metioninës. Pra, burimet e taurinës ndonë se janë produktet shtazore, mishi viçit, mishi qingjit, mishi pulës. Ajo patjetër që duhet marrë nga ushqimet shtazore dhe ndaj është dhe dieta mesdhetare, që është një dietë ose një formë e ushqimit që ka brenda dhe acidet yndyrore, yndyrnat e shëndetshme, ku armiku i zemrës nuk është vaji i ullirit, nuk janë yndyrnat e shëndetshme. Armiku i zemrës dhe i mëlçisë janë sheqernat e procesuara, ushqimet e procesuara, stresi, pagjumësia, sikurse dhe alkooli. Yndyrna e shëndetshme është jetike për zemrën.